Një dokument jo zyrtar, duket se po qarkullon fshehtësi në disa qarqe diplomatike dhe që propozon një rishikim të zgjeruar të kufive në Ballkan për të zgjidhur një herë e mirë konfliktet me prapavija etnike, vazhdon që të trazoj ujërat e politikës dhe jo vetëm. Pas bosnjakëve, janë grekët ata që shfaqja shumë të shqetësuar nga dokumenti në fjalë që propozon krijimin e një Serbie të madhe, Kroacie të madhe dhe Shqipërie të madhe. Athina i trembet më shumë kësaj të fundit, pra bashkimit të mundshëm të Kosovës me Shqipërinë. Aq sa analisti i njohur grek i gazetës Kafimerini, Stavros Tsimas, shkrua në një editorial se nëse krijohet vërtet Shqipëria e madhe, Greqia do të synohej që ta anektojë Shqipërinë e Jugut, të cilën qarqet nacionaliste greke e njohin si Epiri i Veriut. Në shkrimin e tij, Tsimas citon mediat serbe që sipas tij kanë intervistuar kryeministrin shqiptar Edi Rama, po ai ka pohuar gjithnjë sipas Tsimas se ka folur me kryeministrin sloven Janez Janša disa kohë më parë në lidhje me këtë propozim dhe se ka dieni mbi këtë dokument. Në vijim shkrimi plot i gazetës greke, lojra të rrezikshme me hartën e Ballkanit. Një dokument fantazm jo zyrtar që thuhet se flet për ndryshimin e kufijtë e Ballkanit perëndimor, ka ringjallur skenaret të Makthit, pikërisht në një periudhë trazirash të rënda gjeopolitike në rajonin e gjerë të Europës juglindore, deti të zi dhe natyrisht mes deoklindor. Askush nuk e ka parë zyrtarisht këtë dokument, të bërë fillimisht publik nga një portal sloven lajmesh, me pretendimin se qeveria e Ljubljanës është një ndër autorët e saj, e cila thuhet përmban një plan për ndryshim territorial që do të ndryshonte rrënjësisht hartën aktuale, duke e shpërbërë Bosnjë-Hercegovinën, duke krijuar një Shqipëri të madhe, Serbi të madhe dhe Kroaci të madhe. Qeveria slovene e ka mohuar ekzistencën e një dokumenti të tillë, megjithse kryeministri shqiptar Edi Rama u citua nga televizioni shtetëror serb të pretendonte se ka biseduar me kryeministrin sloven disa kohë më parë mbi këtë çështje, dhe se në fakt kishte parë këtë dokument. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka deklaruar se plani i përshkruar në dokumentin e shumë përfolur do të kishte një efekt të rrezikshëm destabilizues. Natyrisht, kjo nuk është hera e parë që ka skenar që parashikojnë ndryshime kufish dhe shkëmbime territoriale të propozuara nga kuzhinierët e ndryshëm të kuzhinës ballkanike dhe që kryesisht kanë në fokus Kosovën dhe zgjidhjen e statusit të saj që në rastin e ndryshimit territorial do të njihej si shtet nga Serbia. Por këto janë periudha të ndërlikuara, sidomos për ato vende, me syre Greqia, që në mënyrë apo një tjetër mund të gjenden në vorbullën e ndryshimeve të tilla rrënjësore dhe në krijimin e qendrave të reja të pushtetit në fqinjësinë e tyre të afërt. Çdo ndryshim i ri në hartën e Ballkanit perëndimor nuk kupton ndryshimin e status quo-s në thelb të marrëveshjes Daytonit të arritur pas luftrave të përgjakshme në Bosnjë dhe Kroaci dhe më vonë në marrëveshjen e Kumanovës që i hapi rrugën pavarësisë së Kosovës. Një ndryshim i tillë i hartës do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme çdo shtet ballkanik, pasi do të ndikonte në sigurinë dhe interesat e të gjithëve duke çuar në më shumë gjalderdhje. Prania e një Shqipërie të madhe në kufirin tonë verior nuk mund të pranojë kurrë si nga Greqia, e cila më pas do të justifikohej në synimin e saj për të aneksuar Epirin e Veriut, dhe as Bullgaria nuk do të toleronte një Serbi të madhe, pa lejuar që të zgjerohet vetë duke pretenduar pjesë e betur të Maqedonisë së Veriut, për të mos përmendur turqit, të cilët do të shihnin një mundësi të artë për të debërtuar në Traki. Me pak fjalë, ky skenar do të ishte një mulli që do të na pluante të gjithëve